Ajo që duhet thënë qysh në fillim është se për paketën e maleve ka një keqkuptim shumë të madh. Dhe për këtë arsye ne e pam të udhës që të vim këtu. Më vjen shumë mirë që Beneti bashkë me Ervinin kanë zgjedhur eksaktësisht një truall që është një pronë të parëve, po ku trashëgimtarët nuk kishin asnjë shans të bënin zhvillim për shkak të pamundësisë ligjore të zhvillimit. Dhe në ndërkohë është shumë e rëndësishme që të gjithë ata që kanë një pronë të trashëguar dhe që janë jashtë perimetrit legjislacionit ekzistues të 7501-shit të dëgjojnë dhe të kuptojnë deri në fund se për çfarë bëhet fjalë dhe të mos bien pre e gjithë marrëzive dhe gjithë liksive që thuhen lidhur me këtë proces dhe me paketën e maleve. Dhe përpara sa t'ja kaloj fjalën të tjerëve, do më lejoni që t'i referohem disa komenteve që po i lexoja rrugës duke ardhur pasi bëra një komunikim pikërisht për ardhin këtu dhe për paketën e maleve, sepse janë komente që meritojnë të adresohen edhe në prezencën tuaj dhe pastaj natyrisht edhe ata që na kanë mikpritur këtu në tokën e tyre, po edhe tjerët jeni të ftuar edhe të mikpritur që të merrni fjalën. Po merrem pak me këto komentet, sepse na ndihmojnë shumë për të kuptuar situatën. Njëri koment, sepse unë thash që paketën e maleve e kontestojnë dhe keq kuptojnë ata që malet i kanë parë gjithmonë nga qyteti. Dhe është një zonjë këtu që nuk po i përmend me emra se s'ka lezet, që thot, dhe mund të jenë dhe profile falso, po nuk ka rëndësi, rëndësi ka çfarë thot. Thot i shohim nga qyteti se na e ke mohuar mundësinë të rjetësojmë tokat e të parëve tanë. Madje erdhe dhe na vure edhe Tritoli, thot. Ka 2 vjet që na zvarrit procedurat sepse nuk ka asnjë dritë për këto që ti flet. Gjithashtu është në interesin tuaj, thot, që ti zvarrisni dhe ta lini sistemin me handicap që në fund t'ja falni oligarkëve. Dhe kjo e oligarkëve dhe faljes dhe sjelljes së njerëzve me lek nga qyteti për të pushtuar malet është një imagjinat që e dominon opinionin negativ lidhur me paketën e maleve. Një tjetër thot në zonat malore si Thethi dhe zonat e tjera duhet ndërtojnë vendasit që të përmirësojnë jetesën e tyre dhe jo t'ju jepni leje ndërtimi biznesmenëve të preferuar. Shqipëria dhe toka e Shqipërisë u takojnë shqiptarëve, nëse këtë e kemi dëgjuar shumë kohët e fundit. Pastaj një tjetër thot oligarkët ndan me llokma Bregdetin, tani donin ndani dhe malin. Pastaj një tjetër thot paketa e maleve është domosdoshme, është e kohës, por me ligjet dhe drejtës pronarëve të vërtet dhe jo me uzurpuesit. Dhe eksaktësisht që të mos zgjatem, këtu po e rimar arsyetimin. Paketa e maleve është eksaktësisht e kundërta e të gjitha këtyre që thuan. Eksaktësisht e kundërta. Paketa e maleve nuk është as për uzurpues, as për biznesmen që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë marrëveshje me ju, as për oligark, as për asgjë tjetër, përveç se për të vënë në lëvizje ekonominë e trashëgimtarëve të pronave në territore ku toka nuk është ndarë sipas 7501-shit, sepse ju dhe të tjerët në këto territore nuk e kanë pranuar 7501-shin, e kanë
ndarë tokën mes veti, me kufit e vjetër dhe përgjithsisht, jo gjithmonë, por përgjithsisht nuk kanë konflikte me njëri tjetrin, por dhe për të adresuar aspektin tjetër që ka të bëjë me territore ku nuk ka, siç është këtu për shembull, asnjë mundësi tjetër zhvillimi përveç turizmit. Kjo është paketa e maleve. Nuk është asgjë tjetër. Dhe këtu jemi eksaktësisht në një tokë trashëgimtarësh. Dhe këtu janë ftuar edhe të tjerë, në mos gabohem, të cilët mund të marrin fjalën dhe të prezantohen dhe të tregojnë që janë aplikantë, kanë marrë përgjigje pozitive dhe nga vinë dhe pse vinë kaq vonë në këtë moment të zhvillimit pronës tyre. Asgjë tjetër nga këto që thuhen nuk ka asnjë lidhje me të vërtetën. Dhe du të them dhe gjë tjetër sepse është hera e parë që vi këtu mbas tritolit që thotë ajo zonja. Është tërësisht e pavërtet dhe ju jeni të gjithë dëshmitar që unë kam ardhur këtu dhe kam thënë vazhdoni ju ndërtoni se ne do i legalizojmë. Kjo është e pavërtet. Se nuk kam pas si ta them se do isha në shkeljet ligjit. Unë kam ardhur këtu dhe kam thënë që do legalizojmë ekzistueset. Do legalizojmë duke filluar nga ndërtimet e vjetra. Sepse, siç e dini ju, edhe ata që kanë trashëguar kulla në një zonë si kjo, e cila është park natyror i mbrojtur, nuk kishin letra, apo jo. Nuk ja vinte njeri kullën në hipotek, sepse i thoshin je në zonë të mbrojtur. Dhe duke qenë në zonë mbrojtur, ti e mbaje kullën e katragjyshit tënd është, nuk ta mohon njeri, nuk vjen njeri të ta prishi, po ti nuk e bën dot pronë tënde. Është kështu apo? Kullat. Pastaj realiteti i krijuar nga vetë ata që ndërtuan më pas pa leje, në kushtet kur këtu s'kishte asgjë. Dhe kur ata nuk e braktisën vendin, por filluan heroikisht, sepse ata të parët janë dhe këtu, po kur kanë pionerët e zhvillimit të thetit, kanë qenë heroj. Këtu s'kishte rrugë. Këtu s'kishte as drita as gjë, ndërkohë që do t'ju japi ministri edhe një lajm pozitiv lidhur me çështjen e qëndrueshmërisë furnizimit me energji, po kur të marri fjalën dhe ajo që unë kam thënë dhe që i kemi qëndruar pik për pik është do legalizohen ata që ekzistojnë. Ajo që ndodhi, dhe ju e dini shumë mirë, ishte që mbas vizitës time shpërtheu ndërtimtaria e palishme këtu. A thua se u mor leja që o burra, dhe me idenë që me që do legalizohen hajtë po futem. E po, u arrit të goditej zemra e thethit. Kartolina botrore e thethit. Po të shkosh, të shkruash theth në të gjitha gjuhët e botës në Google, pamja e parë që del është kisha me lëndinën e gjelbër. Lëndina e gjelbër u zaptua, u vun me shpejtësi disa shpidruri, u rrethua, u shtrua me zhavor dhe u kthye në një plag mund mes të thethit. Si mund t'i lejonim ne këto?